Ademi fjallën e fundit që ka thonë për hajrë na koft lufta daj, se lufta filloj, edhe banët fort që në rane deri në vdekje. Kjo ka qenë fjallët e fundit. Kemi besu në fuqinë shpirtërore të tina, që Ademi Ashari nuk vritet letë, po gjitha të forca e kanë bënd vetën. 5, 6, 7 marsi, ka një fokusum, po thuj se i terin për kasë. Me 4 mars, ne si grupi që kemi qenë të armatosën Laush, dhe po thuj se na pej 28 nëntorit e kemi bloku rrugën e Laush, s'kemi lama forcat sërbe me hi. Na kanë ardhur informacionet që ka më rrëthëku Lausha me 5 mars. Gjitha informacionet kanë qenë këtu. I pari ushtar i Laushës u vra me Ftarreci me 5 mars dikon ka ora 6. Kur kanë ardhur forcat sërbe me i zonë pozicionet, ata kanë shkëmby në mes rrujës fshatit Laush dhe forcat sërbe, po ata kanë qenë shumët, dhe me Ftarreci, me grupin që kanë qenë pjesë e rrujës, ka marrë plagë, dhe dikur vonë ka mrome, ka vdek, dhe më thonë ushtari, jo që kësi pari, ka vdek ushtari nga Lausha, me Ftarreci. Dhe kontaktet që kemi pas më mëngjes, na me komandante legjendari Ademi Ashari, para orës 6, e ka thirë një kushëri tonën, Shanegetin telefon. Ka thonë, a i ndalë ata djemët në propozicione se janë të ardhur forcat mëdha për juve. Dhe me thonë, a e ka kuptu që janë të ardhur forcat mëdha në drejtim të Laushës. Se me 4 mars ka qëndru mas paktja 4 orë në pozicione me neve dhe me Ashari, ku kemi qenë në Laush, të kodra e rredhve që i thujmë na, dhe sikur i ka interesu gjithë shka në imësina, apo se dojmë armatim, sa apo se dojmë armatim, a ke municion, në rast se në ndodhë diçka se u përflitke, se ke dhe lufta Likoshanit me 28, edhe si pasojë asajna veç fillun identifikimet në tërsi të grupeve tona, dhe u prit që mund të pëson një pjesë të caktuar për neve dita ditës. Me 4 mars, që është thash, e në konë gjitha informacion që ka më sulmu Lausha, edhe kontakti që thash i Ademi Asharit me Shanegetin, në konë që a ndalë djemët në përpozicione. Na veç kemi fillu me dalë, masa nej, na kanë ardhur informacionet neve që është një pjesë të shku ka prekazë. është një pjesë e policisë, ka tërnomsi, ka polasi, ka skeneraja të fabrika municionit ofër jasharve, edhe ka bënë telefonatën e dytë Shanegeti, ka thonë qërë se janë të ardhur forcat mëdha edhe për juve. Ademi fjallën e fundit që ka thonë për hajrë na koft lufta daj, se lufta filloj, edhe banët fort që në rane deri në vdekje. Kjo ka qenë fjallët e fundit. Masa ndaj ka fillu luftimet tër ditën, edhe ne kemi pas luftime pjesa e Laushës. Në atë pjesën ku u tentu me dalë për janës të prekazit, kanë qenë të rrethëkun
pej Marine, pej Tërnovce, një lartësi bukur e madhe, dhe ka pas një fort dikon deri në 7.000 trupa forcat sërbe. Dhe nuk e pas shansë absolute me dal në atë pjesë. Se mjetët blindume tenka ka pas gjithandej që kanë ngushtu teritorin e lagjës jashare. Dhe thamë me përgjësit plot, përveç asaj pjesë që ne kemi mujt me luftu me këtu grupet e policisë që na kanë pamundësuar neve me dal në atë pjesën tjetër, nuk kemi pas mundësi me dal ka pjesa e lagjës jasharit. Ta kanë luftu për 3 ditë rresht, u dëgju pushka, u dëgju mërtajat, u dëgju tonkat e forca sërbe, po komunikimi ka qenë zero, mo komunikim me komandantin s'ka pas. O kanë një parull që Adem Jashari s'është vra, deri një farmosë na ka shtjellë neve me besu, që me të vërtet s'u vra, se kemi besu në fuqinë shpirtërore të tina, që Adem Jashari nuk vritet let, po gjithë ato forca e kanë bën vetën. Po na nuk e kemi nalë luftën për në si qast, në dhe mundësi tona, dhe po thamë 5-6 marsi i dha gjithë popullit Kosovës një fuqi të papërshkrueshme dhe shtinin rrugën e luftës për çlirim, për sakrificë, dhe kjo sakrificë u shpagu me lirinë e sodit që ne gëzojmë. Derisa pa 3 ditë luftë, e kuptum që pushka Ademit është ka kërcet. Mas 3 ditë me shtatin, fillon pushtë mund dalë. Dikur mas dite nga mbrëmja s'pat shteme fare. Dhe ato na bone me dëshu që ka ndodhe e ma keqja, vrasja e komandantit legjendar Adem Jashari. Dhe kjo neve na ka shoku, kjo neve na ka një farforme në gjitha ushtrit, po thuj se jo të botës, po ushtrit që kanë qenë formë të legalitetit, kur është vra komandante, tjertë kanë mujtë me ushu ose me ushpërnda. Mirë po, si kur dhramja e Adem Jasharit, familjes Jasharit, ka ndezë një flagadan lirije dhe ju ka jep njerëzve i forcë, që fuqi, që të bashkohem gjithë rreth UÇK-s dhe të luftën, mos në dalëm për asnjë qas deri në lirinë e plot. Dhe kjo ndodhi, dhe gjaku e Adem Jasharit nuk shkoi humbur, po u kurorzu me lirinë e plot të Republikës Kosovës. Padyshim na ka bënë një jo mirë, se kemi njoftë në thelb, e kemi pas familjarë, po gjithë ata edhe që se kanë njoftë, i ka bon mo një jo mirë, po me marë fuqi e mu bashku rreth UÇK-s. Ka qenë një unitet, jo veç në Kosovë, po gjithë të rrugët shqiptare e kanë përkra mobilizimin e ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Ku thët Rifat Jashari i humpa 56 familjar, po i fitova 7 milion. Dhe kjo është një mesazh i fuqishëm që liri pa gjak s'ka, po duhet me qenë të fortë dhe duhet me qenë të bindun në aspiratat, në fuqinë të asaj çka po don. Dhe kjo na ka bon me kuptu, dhe kjo na ka bon me rrugtu drejt lirisë.